kështu, sot do të kemi mundësinë të kemi të ftuar një nga figurat më të spikatura, le të themi, të aktivizmit mediatik dhe të shoqërisë civile në Shqipëri, së fundmi edhe deputete e Parlamentit të Shqipërisë. Sigurisht, ajo është një grua e fortë, të cilën e kam takuar shpesh, kaloj gjurmën e saj, në shumë ngjarje, në shumë momente, dhe sigurisht një ndër mbështetësit më të forta të kauzave që mbështesin figurën e femrës në shoqërinë civile, por jo vetëm kaq. Shumë të tjera të zbulojmë së bashku në këtë bisedë sot, zonja dhe zotrinj, në studion ton, Iris Luarasi. Pedagoge në radhë të parë, deputete tashmë, gjithmonë tërë jetën tënde si shumë kënaqësi. Edhe sa e bukur kjo muzika. Shiko, unë i bëj vretje gjithmonë se më je shumë melankolik, por ai vazhdon edhe kështu, nuk ndryshon, nuk ndron nga vetja e tij. Kemi nevojë për një gjë të butë. Kemi nevojë për romanticizëm. Kemi nevojë për të qetësim. Për qetësi, për mirë. Je lodhur? Sa të duash. Parlamenti. Parlamenti ka qenë si asnjëherë më përpara, on the top form, edhe me një debat. Po, këto ditë e pamundur të themi që s'ka patur debat, të kemi parë shumë. Megjithatë, unë do t'i marr minutat në këndin unë dhe ti, do të ndjekim tani një insert, ndërkohë që ne zëm vend dhe do të flasim pak më gjatë. Shumë kënaqësi. Faleminderit. Ajo e nisi udhëtimin e saj në botën e medias në mikrofonin e Radio Tiranës, me pasionin e madh për fjalën e lirë, që në fillim Iris Luarasi besoi se gazetaria nuk është vetëm profesion, është përgjegjësi, mision dhe dashuri për të vërtetën. Vitet e punës në media e mësuan se fjala mund të ndryshojë realitete, ndërsa auditorët e gazetarisë i dhanë asaj ndjesinë më të bukur, ato të frymëzimit të brezave të rinj. Për studentët, ajo nuk është thjesht pedagoge, por shembull guximi dhe përkushtimi. Për shumë gra, një zë që i ka mbrojtur dhe përfaqësuar me dinjitet. Sot, si deputete e Kuvendit të Shqipërisë dhe zëvendës kryetare e Komisionit për të Drejtat e Njeriut dhe Medias, Iris Luarasi vijon të mbrojë të njëjtat parime me të cilat nisi rrugën e saj. Në një jetë të ndarë mes familjes, auditorëve, shoqërisë civile dhe politikës, ajo gjen ekuilibrin në dashurinë për njerëzit dhe besimin se ndryshimi fillon nga secili prej nesh. Në këtë bisedë, Iris Luarasi do të flasë për rrugëtimin e saj, për sfidat e grave në shoqërinë shqiptare dhe për fuqinë që ka fjala kur përdoret me përgjegjësi. Shkurt dhe sakt. Super insert. Kështu që shqyr që kam make-up. Iris, Se me emocionoj kjo në fakt është aja që në gazetari mësohet që ti biesh shkurt, por sakt. Eksakt. Kështu që u përpoqëm shumë. Komplimente stafit, komplimente gjithë trupës që qëndron prapa këtij emisioni, se do me thënë më bukur edhe më sakt dhe më shkurt se kaq nuk mund të përmblidhej, mendoj. Një pjesë të madhe të gjithë atyre që kam redaksi kanë kaluar nga duart e tua, ose po kalojnë dhe të themi kështu. Edhe kjo është një kënaqësi shumë e madhe, sepse flet jashtëzakonisht shumë për pjesën që është ajo që quajmë trashëgimi, legacy, që dhe unë e bëj me aq shumë pasion punën e pedagogut, çdo gjë që di e ndaj me studentët, kështu që kur e shikon që kjo është e materializuar pastaj, nuk ka kënaqësi më të madhe. Dhe në fakt, unë i shoh të gjithë ata që janë dhe që vinë nga universiteti juaj, pra pikërisht nga dega e gazetarisë, ka një dëshirë shumë të madhe për të bërë gjëra me të vërtetë që lënë shenjë. Dhe më ka bërë përshtypje kjo gjë, por duke ndjekur pak insertin dhe duke biseduar me stafin tim, duke sigur rrugtimi jot ka nisur në Radio Tirana. Dhe me njëherë asociimi që pata në mendje është si ndihesh ti sa herë që hyn në ambientet e televizionit publik shqiptar. Se ke hyrë shumë herët. Po, është e vërtet. Domethënë unë kam hyrë në vitet 90 në studiot e Radio Tiranës. Do thoja që radio është, mendoj që do vazhdoj të ngelet deri në fund të jetës time, dashuria e madhe e jetës, se ka një magji të jashtëzakonshme, që nuk ta ofron as një kamerë, që nuk ta ofron as kur ulesh edhe shkruan. Është magjia e mbrapa atij mikrofonit, ku ti me anë të zërit përçon ide.
edhe kjo më zhdukur gjithmonë është se ka lidhje me fantazin. Ka një lloj intimiteti, Ka një lidhje me intimitetin, ka lidhje me pjesën që njerëzit fillojnë, për ata njerëz që, se shumica e njerëzve që janë në radio, sigurisht që nuk janë njerëz publik nga pikpamja vizive, është tamam si një personazh që ti e ke të dashur edhe që ti ja bën identikitin në mënyrën tënde, dhe kur e shikon këtë personazhin në një skenar filmi pastaja të ekranizuar, në shumicën e rasteve gjithmonë është gënjyes se nuk është kurrë ai personazhi që ti ke ngritur në mendjen tënde. Kështu që kjo më pëlqen, kjo magjia e radios që çdo njeri që bën radio mirë, secili nga ne pastaj si dëgjues e vesh me të gjitha karakteristikat që ai mendon. Ishte pikërisht radio që të shtyu drejt gazetarisë të angazhuar, pra të bëhesh pjesë dhe të vendosje që profesioni jot në jetë do ishte pikërisht ai gazetaria. Absolutisht, sepse kur ti fillon dhe bën gazetari, kupton sa e rëndësishme është një gjë që ti e ke ose s'e ke. Do me thënë, ka njerëz që nuk duan të merren me njerëzit e tjerë. Kurse unë aty kuptova që e dashuroja që të merresha me njerëzit. Që ti pyesja, ti ngacmoja për shqetësimet që kishin, ti sillja ato në mikrofon, pastaj ti zbulon dhe pjesën tjetër që ti jep gazetaria investigative, veçanërisht në 95-ën, unë edhe Eno që bën një seri emisionesh investigative. Eno është bashkëshorti, që në atë kohë ishte kolegu, kështu që prandaj them, Radio Tirana ka shumë histori të ëmbla në kokën time, edhe në shpirtin tim. Ne kemi intervistuar një vajzë që ishte dhunuar seksualisht nga 6 veta, në Burg shkuam dhe intervistuam njërin prej atyre që e kishte dhunuar. Kemi intervistuar një djalë nga Vlora që ishte një nga të sëmurët e parë me virusin e HIV në Shqipëri, edhe kemi ndjekur gjithë mënyrën se si trajtohej kjo në sistemin shëndetësor shqiptar, që atëherë ishte një gjë e tmerrshme. Kemi nxjerrë njerëz që do me të ishin përgjegjës për këtë situatë të tmerrshme. Kemi intervistuar një djalë që e kishte filluar drogën që 1980-ën, atëherë kur mendoi që kjo ishte një gjë e ndaluar dhe një fenomen që s'ekzistonte. Prandaj them, do me thënë, ajo magjia që t'jep radioja, edhe nga intervistimi i njerëzve që flasin shumë kollaj, sepse nuk kanë në peshën e kamerës, mendoj që ka kontribuar ke gjithë ky rrugtim. Shumë hard talk, shumë të ashpra, do me thënë shumë emisioni vështirë duhet ke qenë, pikërisht nëse 6 programe që ne kemi punuar një vit të tërë, ditë për ditë, për t'i nxjerrë ato 6 programe. Me të vërtet, histori të cilat patjetër që të kanë shenjuar, edhe mendoj që po. Njëra prej tyre, ajo e para që sapo më rrëfeve, lidhet ngushëtësisht edhe me angazhimin tënd më pas në shoqëri për të drejtat civile, sidomos ato të grave, pas një prej këtyre përdhunuesve që ti ke takuar në Burg, ti kuptove që ishte pikërisht historia për të cilën fliste e intervistuara jote. Si ka qenë ai moment për ty? Do me thënë, ne nuk shkuam që të gjenim, ajo ka qenë absolutisht fat. Ne nuk shkuam në Burg për të intervistuar njërin prej atyre që e kishin dhunuar, ne shkuam në Burg për të intervistuar një dhunues që ishte dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata dhe po vuante dënimin në institucionin penitenciar. Kur gjatë gjithë periudhës së intervistimit, kur ti dëgjoje intervistën, të kujtoheshin disa nga detajet që ishin të shndruara në një formë totalisht tjetër, por të jepte detaje që e lidhnin me historinë që ne në fakt kishim intervistuar. Dhe kjo ka qenë gjëja më e tmerrshme, sepse me idenë e një njeriu të ri, unë atëherë mund të kem qenë 21-22 vjeç, ose edhe më pak, ti mendon që ky njeri tani e ka kuptuar që ka bërë këtë gjë, është dënuar, po vuan dënimin dhe ti në mendjen tënde mendon që ky njeriu po reflekton. Në fakt, ai njeriu nuk reflektonte fare, përkundrazi, mënyra se si e tregoi historinë ishte që kjo vajza i kishte provokuar, edhe këta prandaja nga provokimi ishin gjendur përpara situatës për ta përdhunuar. Me thënë, një përdhunim në grup, 6 veta, me një vajzë absolutisht shumë të re, të pambrojtur, edhe që më mbrapa dhe sistemi nuk e mbrojti, sepse kemi dhe këtë problemin e madh pastaj në Shqipëri që
edhe këtu po flasim për fillimet e viteve 90-ca. Se tani nuk do thoja që shoqëria tani absolutisht që ka ndryshuar, po flas për fillimin e 93-94 kur e bënim ne këtë intervistë. Ti shikoje që, do me thënë, sa e pa drejt ishte e gjithë kjo, sepse ky njeri mbas disa kohësh do të dilte nga burgu, ndërkohë që kisha takuar një vajzë që ishte shkatruar jeta edhe që s'do i bëj më kurrë. Edhe kjo ishte ndoshta edhe shtysa që mendova që thash jam afruar unë atyre organizatave të grave, se nuk mund të them që i kam krijuar unë. Sigurisht. Organizatat e grave janë filluar me njerë mbas viteve 90 në Shqipëri, por janë bashkuar njerëz prej tyre në atë periudhë, thjesht me dëshirën për të kontribuar edhe për të kuptuar edhe më shumë që çfarë mund bëhet për të ndryshuar këtë situatë. Duke qenë se more një vendim kaq herët për të marrë pikërisht me këtë pikë, a ka patur histori të tjera të forta të cilat të kanë lënduar ose je përpjekur t'i ndihmosh dhe ke mundur t'i ndihmosh përgjatë rrugëtimit tënd si një njeri shumë prezent, po themi, në të tilla raste apo në të tilla shoqata? Shiko, historitë që na kanë ndjekur, jo vetëm mua personalisht, se gjithmonë të organizata që unë kam drejtuar, kam qenë gjithmonë super krenare se ka qenë një super staf i dedikuar, edhe fakti që ata njerëz në një moment të krize, fondesh, kanë ndonjur dhe kanë punuar 1 vit e gjysmë pa asnjë lek, edhe nuk i morën kur ato lek, se ti nuk gjen kur do të një donator që do të mund të kthej atë që ka kaluar, do të paguaj të paktën do të eci përpara. Kjo ka qenë në momenti kur kam kuptuar se sa të dedikuara ishin të gjitha gratë dhe vajzat që ishin tek stafi i linjës këshillimit, sepse ideja ishte o do mbyllim qendrën ose do ta mbanim atëre në formë vullnetare. Edhe unë kisha pikpyetjet e mia, dhe kur e kemi bërë atë mbledhje, kam qenë totalisht e surprizuar që nga 10 veta që ne ishim staf këshillues, po flas për stafin këshillues, 9 prej tyre që ndruan edhe e mbajtën të njëjtën frym, të njëjtin dedikim, edhe të njëjtin shërbim ndaj grave. Kështu që te kjo pjesa e historive, ti patjetër që dëgjon nga gjëra nga më të tmerrshmet, edhe që s'mendoje kurrë që do të dëgjoje nëse nuk do ishte pjesë e atij grupi. Dhe mbaj mend që mendja njerëzore nuk të shkon që ti mund të jesh deri në këtë limit. Edhe mbaj mend që më ka qenë një ish studente e imja që më mori në telefon, edhe më tha, mund të takohemi? Unë mendova që thash në një notë e mbartur, ose mendova gjithmonë çështje shkolle. Edhe kur u takuam, më shpjegoi situatën e të motrës, që ishte një situatë e tmerrshme. Jetonte me bashkëshortin dhe me vajzën në një qytet në një nga pjesët veriore të Shqipërisë. I shoqi që njëkohësisht punonte edhe për forcat e policisë, ishte xheloz, po unë nuk do thoja xheloz, se xheloz ndonjëherë i dhunshëm. Po i smur. Me thënë, një njeri që e mbante motrën peng, që nuk e lejonte atë as të lante xhamat në katin e 5 të shtëpisë, e kishte të ndaluar të lante xhamat e shtëpisë, sepse do nxirrte fytyrën dhe do ta shikonin në përpallatet e tjera. Do me thënë, aty ti e kupton që kjo nuk është më një normalitet, është sëmundje. Një grua që, do me thënë, e motra erdhi më takoj, sepse vajza ishe smur, nuk e lejonte të shkonte, të çonte vajzën te doktori, nuk e lejonte as të jëmën e tia, që të çonte vajzën te doktori. Do me thënë, nga këto historira që duket sikur janë surreale, dhe në fakt ndodhin, edhe ndodhin për ditë. Edhe kjo është, me thënë, kur ti dëgjon këto historit, thua, do me thënë, nuk duhet ankojnë për asnjë gjë një dëmtime, se me këto halle që ka njerëzit, ti e kupton që si mund të bëhet jeta ferme, vërtet, dhe të duash të vdesësh, po ti nuk vdes dot, se ke një fëmijë dhe nuk do ta lësh atë fëmijën vetëm, pa mbështetje. Me thënë, kjo është nga ato gjëra që sa herë që i kujtoj, do me thënë gjithmonë them që si ka mundësi që mund të ekzistojnë njerëz që janë burra, djem, që janë fëmijë nënash në fund ditës. Një nën i ka rritur,
edhe ajo gruaja me cilën jam martuar është po prap nëna e fëmijës tyre. Me thënë, kjo është pikpyetja më e madhe që kam në jetën time, edhe them që si është ndërtuar jeta saj pa drejt ndonjëherë për disa njerëz. A rritet ta ndihmonit atë vajzë? Ne kemi dërguar pastaj për shkak të pjesës që e dinim që bashkëshorti punonte me forcat e policisë, unë atëherë kam marrë në telefon një nga ministrat e kohës, nuk e mbaj mend fare se kush ka qenë atëherë, po i thash në qoftë se do ndodhi një gjë, ju do jeni përgjegjës për jetën e këtij njeriu, sepse ishte procesi i tillë që ne kishim frikë që ndoshta kolegët mund të timonin kolegun e tyre. Dhe kjo nuk është një gjë që nuk e kemi parë ndonjëherë, për hir të vërtetës. Është e vërtetë. Kështu që ajo vajti një furgon nga drejtoria e policisë së Tiranës, ka shkuar, ka marrë zonjën me gjithë të bijën. Jam e lumtur kur ka marrë vesh më mbrapa pastaja, se sigurisht mori gjithë shërbimet e dura që shpëtoi nga e gjithë mënyra në të cilën jetonte. Dhe kjo është një gjë e cila padyshim të lë shenjë, dhe ti përmende pak më parë mënyrën se si janë rritur. Ti vetë je nën, ti ke 2 fëmijë të rritur tashmë. Të rritur. Dhe sigurisht në çdo hap, në çdo moment të rritjes tyre, padyshim dilema më e madhe është si po rriten ata në një shoqëri e cila përballet me të gjitha format. Ti e thame, Enon e ke njohur në radio, dashurinë e patët aty, gazetaria ju ka lidhur të dyve dhe sigurisht angazhimi, po me fëmijët, si e përpjekur ti jesh, Heris Sinan? Me fëmijët unë kam pasur gjithmonë një raport që është mes nënës edhe shoqes. Do me thënë gjithmonë kam dashur ta krijoj këtë raportin që ata ti marrin vetë vendimet e tyre, të mos më fajsojnë mua pastaja për vendimet që mund të merja në emër të tyre, po duke i drejtuar drejt këtij vendimi. Se unë prandaj mendoj që kur ti je një shok i mirë, edhe kur ti je një njeri që ju ri aty afër, jo vetëm si nën, që patjetër është gjëja më e çmuar që mund të ketë një njeri, është bekim pa asnjë lloj diskutimi. Dhe një nga gjërat për cilat unë të kam dashur ty, mund të ta them sot, se sa kemi biseduar asnjëherë, është kur ti vendose të merje një fëmijë edhe të të jepte kënaqësinë e jashtëzakonshme të qenit nën, edhe ndjesinë që ti e heq një fëmijë nga një jetë që me shumë gjasa do ishte e tmerrshme. Dhe ti e merr atë edhe i jep një jetë absolutisht aq të bukur, edhe aq të mirë, edhe aq të kuruar, edhe me aq dashuri mbi të gjitha. Kështu që për këtë arsye them që e gjithë ky procesi i të qenit nën edhe shoqe është me aq shumë sfida, sa edhe pse na duket vetja që kemi lexuar shumë për prindërimin, edhe ti ke gjithë kohën me prindrit e tu, me prindrit e tim shoqi, që ti mundohesh të mësosh nga ta, patjetër. Kjo patjetër që është një gjë me super sfida. Edhe gjithmonë ngelet në fajt të them të drejtën, më duket sikur i vjedh kohën me gjithë të angazhime, me gjithë të punë që kam. Shpeshherë them vetes do doja të isha më shpesh. Nuk e di, ka ndodhur ty kjo gjë? Absolutisht. Dhe ti një natyrë shumë angazhuar. Absolutisht. Nuk di, të paktën 25 vitet e fundit që të kujtoj të angazhuar pafund dhe gjithmonë diku aty në shoqërinë civile, në aktivitete, në evente, në gazetari, Të rjetën time kam bërë nga 3 punë. Edhe ti vërtet ke këtë ndjesinë që thua që nga pikpamja financiare mos t'i mungoj asnjë gjë fëmijëve, por gjithmonë unë jam përpjekur që ta zëvendësoj në forma tjera. Jo me pjesë financiare, se kjo është totalisht e gabuar. Do me thënë, dashuria që ofrohet sy më sy me atë prekjen e dorës, kur ai ka nevojë, kur ti je aty që ta ndihmosh, edhe kur s'ka nevojë. Po ti je aty prezent në jetën e tij. Unë them që nuk ka asnjë lek që e zëvendëson, por pa diskutim që ti përpiqesh që fëmijës tënd, kur e shikon që kë kap afër etj, përpiqesh që mos i mungoj asnjë gjë, se kjo është pjesë e rrethit vicioz në të cilin e jemi. Brenga që do doja ti kisha parë edhe më shumë se që kam parë, patjetër, po ja them edhe mikeshave të mia që janë më të reja dhe që i kanë fëmijët më të vegjël, dhe i them shiko, ndonjëherë ajo koha cilësore e dedikuar, se shiko, nuk është prindërimi mirë edhe që
Mamaja shkon tek divani, ke cepi divanit vetë, babai ke cepi tjetër, se cili ka nga një celular në dorë, edhe fëmijët kanë iPadin e tyre personal. Arrin ta lësh celularin kur hyn në shtëpi? Unë e bëj këtë gjë. E bëj këtë gjë sepse këtë mendoj që është, domethënë koha cilësore që ti kalon me fëmijën tënd nuk ka të paguar, edhe po arritet ta bësh këtë, pastaj duhet të bihem një çik kështu check and balance edhe me këto ndjenjat e fajsisë që kemi me veten për më shumë kohë për fëmijët. Si ishte reagimi familjar kur ti vendose ti bashkoheshe një forcë politike në mënyrë të angazhuar tashmë si deputete e Parlamentit të Shqipërisë? Gara, sfidat, reagim patje në fëmijët, duhet ta dihem. Unë isha në garë, sepse isha pjesë e listës së mbyllur, kështu që kisha këtë... Fushata, po fushata është fushata, pa asnjë lloj diskutimi, po për hir vërtetës në fakt asnjëri prej tyre nuk i pëlqeu kjo zgjedhje, po e them për herë të parë. Domethënë për shembull me bi që është edhe ajo ka qenë angazhuar për pjesën në shkollë me aksionet për të rinjt edhe me gjëra që kanë lidhje me të drejtat e njeriut në përgjithësi. Më tha, domethënë ti nuk do merresh më me të drejtat e grave tek linja e këshillimit, duhet ta lësh atë punën apo mund t'i mbash të dyja. Kur i thash që do ta lë atë, sepse duhet të jem vetëm në parlament, u mërzit shumë dhe tha kot e ke. S'po çeka fare kjo puna, më mirë të vazhdoje të bëj atë gjën që bëje. Sa vjeç vajti vajza? Vajza është 18 vjeç. Djali është 21, po shkon për 22, kështu që janë të rritur, edhe ti mbiri nuk ju duk kështu, tha, më pëlqej më shumë në atë rolin tënd si... Në fakt, sfidë madhe, Iris, ti ruajt e kaj shumë vetëm për të përfshirë, për të angazhuar, jam e bindur që nuk është ftesa e parë. Patjetër. Jam e bindur që ke patur sfidat e tua me veten, me dilemat për qenë pjesë dhe më në fund në një moment vendose. Çfarë ndodhi në të vërtetë? Vjen një moment në jetën e njeriut që ti fillon të kuptosh që disa gjëra që janë kauzat e tua, ka një moment që ti çon përpara deri në një pikë caktuar dhe pasaja duan një gjë tjetër më mbrapa për të çuar në një nivel tjetër. E para. E dyta, gjithmonë kam menduar që edhe në vitet shkuara kur kam pasur oferta për të qenë pjesë e politikës, gjithmonë kam menduar që thoja gjithmonë më duhet çik maturim më e madhe, më duhet më shumë eksperiencë, përpara është kjo gjëja, le t'ja lë kohës më mirë. Vetëm unë mendoj që kjo ka qenë gjithmonë një gjë edhe nuk jam pishman fare për vitet që kanë shkuar, sepse më ka maturuar shumë, mendoj kjo gjë. Në 10 vitet e shkuara unë kam qenë pjesë e një grupi ekspertësh në Këshillin e Evropës në Strasburg, edhe kam bërë dhe eksperienca monitorimi të vendeve të tjera, që ty t'jep një dimension tjetër. Dhe një eksperiencë tjetër, eksperiencë ndërkombëtare që të çon në një nivel tjetër. Kështu që për këtë arsye ofertës së fundit, ti thash po, sepse ti mendojnë që ka ardhur momenti që ti shtysh edhe nga brenda gjërat për cilat ke luftuar. Edhe për këtë jam besoj super e qartë kur flas për drejtat e njeriut edhe për media. Sigurisht, në fakt je zëvendës kryetare e Komisionit për të drejtat e njeriut dhe medias dhe le të themi pyetja që lindësh, kush është përgjegjësia më e madhe në këtë detyrë? Vetëm ditët e fundit ti ke patur një dalje publike e cila pati dhe shumë komente, duhet thënë pikërisht ajo për ligjin për barazinë gjinore, të cilën ndoshta me fjalë të thjeshta mirë do të ishte që ta shpjegonim edhe këtu sot, që njerëzit ta kuptojnë. Jo, mendoj që kjo është shumë e rëndësishme dhe duhet ta bëjmë në mënyrë të vazhdueshme, sepse unë mendoj që ka pasur agenda për ta luftuar të gjithë këtë ligj dhe janë hedhur shumë para për ta minuar gjithë këtë gjë që s'ka lidhje fare as me transgjinorët, as me komunitetin LGBT. Shqipëria ka një ligj të 2010-ës që e ka miratuar kryeministri asaj kohe Berisha, që ka pasur ndryshime në 2020-ën, që është ligji për mbrojtjen nga diskriminimi, që flet nga ja ke zhoja për komunitetin LGBT. Ligji për barazinë gjinore në fakt është ligj vetëm për dy gjini. Ishte një përkufizim që fliste në fillim fare për gjinin gjithëpërfshirëse, u ndryshua dhe ajo që është miratuar në parlament është me definicionin që gjinia njeh rolet konstruktive, sociale, burr dhe grua. Pra ligji as nuk shpik,
as nuk njeh gjini të tjera. Nuk ka gjini gjithë përfshirëse në këtë ligj. Nuk ka, do me thënë, termi gjithë përfshirës ishte në versionin e parë që na erdhi ne nga Ministria e Shëndetësisë, nga drafti, dhe ai që është miratuar dhe diskutuar në për komisione ka qenë ligj për burrin dhe gruan. Edhe është mëkat që në vend që të diskutohet se sa do i mbroj ky ligj gratë, se flet për punën e papaguar të grave, flet për mbrojtjen e tyre nga diskriminimi në vendin e punës, flet për të drejtat e tyre që duhet kenë të njëjtën pakt barabartë, edhe e mbaj mend për shembull që më pyeti njëri në Facebook, po pse ti e ke ndryshe rrogën me shokët e tu deputet? Sigurisht që nuk bëhet fjalë për kështu lloj nivelesh dhe nuk bëhet fjalë për rroga shtetërore. Po nuk jetojnë në 100% e grave në Shqipëri me rroga shtetërore. Dhe ne dim shumë mirë, dhe është me statistik në Shqipëri, që janë shumë gra që për të njëjtën punë nuk paguhen. Gra që detyrohen të mbahen në shtëpi, sepse ju thuhet që ju duhet punoni edhe nuk duhet punoni brenda shtëpisë. Janë 30% të grave që punojnë brenda mureve të shtëpisë për një punë që është totalisht e papaguar. Edhe që kur vjen bashkëshorti që i thot po të mbaj me bukë, i thot edhe po çka ke bërë ti gjithë ditën, ke ndonjur. Do të na thua se gjithë procesi i gatimit, gjithë procesi i pastrimit, gjithë procesi i mirëmbajtjes fëmijëve është një gjë që bëhet vetë, edhe ajo gruaja thjesht është ulur aty ke koltuku, ka parë telenovela turke dhe gjitha këto janë bërë befa si me magji. Kështu që duhet të duroj edhe mbasi ka punuar mirë gjatë gjithë ditës, duhet të duroj edhe këtë narrativ. Ky ligj e rregullon këtë gjë. Kështu që për këtë arsye them që sepse nuk duam që ta bëjmë politik në fakt këtë intervistë, por e rëndësishme është të dim sa i zbatueshëm mund të jetë ky ligj. Në fakt këto. Shiko, e di ku mendova unë Vjodora që kjo ishte, domethënë, e paguar, sepse unë dola nga pëltoria e parlamentit dhe thash që ky ligj njeh vetëm dy gjini, burr dhe grua. E pash veten në portale, Iris Luarasi thot që nuk do marrim shembuj nga vendet që ndjekin dy gjini. Që është komplet ndryshe, një gjë që se kam thënë kur, sepse ka dy gjëra të ndryshme. Ka shtete që po kërkojnë ta kenë vetëm me një seks biologjik. Po është tjetër biologjia dhe është tjetër gjinia. Biologjia është kur ti lind, sigurisht ti je mashkull ose femër, nuk ka se si ti jesh tjetër. Gjinia është roli shoqëror që na jep neve. Unë kam lindur me seksin femër dhe shoqëria më jep rolin që duhet kujdesem për njerëzit e tjerë në familje, duhet të vesh ngjyrën roz, se janë vajzë, ati djalit jep ngjyrën blu. Do të thënë gjitha këto pasaj janë role që ne na jep shoqëria në bazë të traditave etj etj. Dëgjova historira për 7 gjini, dëgjova historira për 70 gjini. Si të duk vetja nga krahu tjetër Iris. Dhe isha sy e vesh që të thoja aman cilat që nga këto 7 gjini se si kemi dëgjuar ndonjëherë, dhe ti dëgjoje gjëra të çuditshme, sepse gjëja që dua të them edhe që është tjetër e rëndësishme për ta sqaruar për publikun është definicioni i gjinis që është përdorur në këtë ligj, është një ligj që Shqipëria e ka ratifikuar që në 2011. Ka qenë 2011 kur Parlamenti Shqiptar ka nënshkruar Konventën e Stambollit, është e njëjta fjalë çdo njeri mund ta kontrollojë në internet se cili është përkufizimi që ka gjinia në ligjin për barazinë gjinore dhe cili është përkufizimi që ka gjinia në Konventën e Stambollit, është pa i hequr asnjë presje. Edhe kjo është pyetja që duhet t'ju bëj gjithë atyre që kanë në portale dhe që absolutisht e ndryshuan totalisht kontekst. Jo vetëm kontekstin, po të ndryshosh fjalët e njeriu dhe t'i vësh në gojë fjalë që nuk i ka thënë dhe që nuk i mendon, unë mendoj që është kriminale, sepse dakord, ato lekët që kanë marrë le t'i gëzojnë, po jo duke bërë viktima njerëz që as e kanë në mendje fare këtë gjë. Sepse kjo është totalisht, më thuaj, nga 2011 deri në 2025 që jemi ne sot. Qa ju ka ndodhur njerëzve? është i njëjti përkufizim. Do me thënë, janë detyruar njerëzit që të jenë majmun mace qenë? Po jo, pra, se kjo tani është që të gënjesh edhe të gënjesh shëmtuar, por nga ana tjetër, duke luftuar me njerëz që
sigurisht nuk e kanë backgroundin që ta lexojnë ligjin edhe të bëjnë krahasime. Të interesuara. Dhe ndërkohë patjetër ka njerëz plot që janë të interesuar për ta çuar gruan në rolet e saj tradicionale të dikurshme. Në emër të mbrojtjes së familjes, ti i thua gruas që detyra jote nuk është shkosh punosh, nuk është ulesh në një studio edhe të bësh emision televiziv, se ka burra shumë të mirë që mund ta bëjnë këtë. Se ti duhet kujdesesh për familjen, ti duhet kujdesesh për fëmijën, ku ka gjë më të çmuar se sa kjo? Dhe ne gjithë jemi dakord për këtë, që ku ka gjë më të çmuar se sa ti jesh një nënë e mirë, edhe një grua e mirë, po ku është problemi në qoftë se ti je edhe një punonjëse e mirë, edhe një njeri i angazhuar. Do me thënë, ta bësh të diskutimin në 2025-ën, unë nuk e kisha menduar kur që do vinte vërtet dita, pas gjithë asaj gjëje që është bërë nga gratë të mençura, edhe nga burrat të mençur, se kjo nuk ka qenë vetëm një luftë e grave, se në këtë luftë gjithmonë ka qenë një pjesë avangard edhe burrave të shoqërisë shqiptare, janë arritur disa të drejta dhe ne kthejmë gjithë narrativën tani tek familja tradicionale shqiptare. Familja tradicionale shqiptare është një familje që se kanë parë ca njerëz që i njohin dhe personalisht, dhe edhe ti thua seriozisht, do me thënë seriozisht, një njeri që e dukur që familje tradicionale shqiptare, një njeri që nuk tradhton. Po tradhto burrin, tradhto gruan, dil dhe mbaj leksione për familjen tradicionale, seriozisht kjo është familje tradicionale? Do me thënë, njerëzit janë të lirë të bëjnë çfarë duan, unë nuk dua të vë nota edhe nuk dua të them asnjë gjë për askënd, se secili ka mënyrën e vet të bërjes së gjërave. Por që ky ligj as nuk ka lidhje fare me cënimin e familjes shqiptare, edhe me traditat, që kemi jashtëzakonisht shumë të mira, shumë të bukura, edhe që më pëlqen, nuk do doja kur unë të më thëriste prindi 1, prindi 2 fëmia im. Edhe nuk mendoj se ka një shqiptar që mund t'ju dali dhe t'ju japi një intervistë dhe t'ju thotë që po unë do doja që të më thëriste fëmia prindi 1. Do me kjo është çmenduri. Dhe ti mi vë këto gjëra në gojë, sepse ke një narrativ tjetër që do të helmosh mendjet e njerëzve, po mendoj që kjo do jetë një gjë si gjithë të tjerat, sepse njerëzit do e kuptojnë që ky ligj do hyjë në fuqi, jeta e disa grave patjetër që do bëhet më e mirë, po nuk do ketë as prindi 1, as majmun, as qen, as mace, se tash nëse duan të bëhen njerëzit qenë e mace, nuk i ndalon dot ligji, dhe le të bëhen, po nuk është fare kjo qëllimi. Dhe nuk e faj që je revoltuar, sepse kam përshtypjen që ke gjithë jetën tënde që mundohesh që në gazetari të lësh gjurmën tënde dhe të ndërtosh breza të tërë, dhe me siguri disa prej tyre janë dhe këto që sot shkruajnë nëpër portale apo dhe është një sfidë e madhe ma mërmendja. Është e vështirë të jesh në krahun tjetër, atë të politikës, atë të qeverisë, ku gjithmonë ka një Fjodora, nuk e kam pasur fare, kjo s'ishte fare çështje politike. Do me thënë Barazia Gjinore, historikisht ka qenë një çështje e miratuar nga të dyja palët. Po, për fat keq, edhe kjo opozita e kalbur, edhe e mjerë që kemi ne, në momentin që e shikon që s'mbledhot në shesh njerëz për kauzat e veta politike, i bashkangjitet kësaj gjëje edhe fillon dhe kjo na mbron familjen tradicionale me ligjet që i ka miratuar po e njëjta opozit. Ky është për kufizimin që ka miratuar kjo opozit kur ka qenë në pushtet. E politizuam shumë, le ta lëm pak vetëm këtë fjalë. Sepse unë në fakt këtu të paktën te ky koltuku këtu mundohem që njerëzit t'i vënë në rahatin e tyre dhe në atë ndjesin që këtu mund të thonë gjëra të cilat nuk i thonë diku tjetër. Dhe një nga këto momente cilin unë e kam si qasje personale kërshiteje, është edhe një mikeshe jona e përbashkët, e cila në fakt është pjesë e rrethit tonë të ngushtë. Ajo që duhet të të pyes në të gjithë të rrugtimi jetësor që ti ke, përveç se njerëzve të ngushtë familje, se sigurisht kolegëve të tjerë, ke dhe një rreth shumë të ngushtë shoqesh me të cilat takoheni shpesh, pothuajse bëni pushime çdo vit, sa të rëndësishme janë ato në jetën tënde dhe si është kaq e rëndësishme që ne vajzat, ne gratë, ta kemi këtë bonding, këtë lidhjen pra me njëra tjetrën, duke mos e lëshuar dhe duke mbajtur fort atë shpinën e gjithë secilës në mënyrë që kjo bota maskiliste pastaj. Shiko, kjo është absolutisht zgjedhje personale, mendoj unë për çdo grua, sepse mendoj që ka shumë gra që do e dëshironin shumë këtë gjë, që me shoqet e tyre të 8 vjeçares të gjimnazit, shoqja që ti referohesh është shoqja ime e gjimnazit, mendo sa e madhe dhe sa vite është miqësia jonë.
është, mendoj, bekim në jetën e çdo gruaje që t'i ruaj miqësirat e vjetra edhe t'i kuroj ato, se nuk mbahet miqësia në qoftë se ti nuk e kuron atë. Edhe kjo mbledhja që bëjmë neve, njëherë në ca kohë, njëherë në vit me pushime etj, është një pjesë e kurimit të gjithë kësaj gjëje, se ti ke nevojë që të thuash disa gjëra me shoqet, që ndoshta nuk i ndan me askënd tjetër. Edhe ky është ai elementi që e bën kaq të bukur miqësinë, sepse ti flet me shoqet e tua të zemrës, sikur ti jesh përpara pasqyrës. Edhe pranon edhe kritikat e tyre, se këto nuk janë gjithmonë që aty i heq maska, ti e vetvetja. Ti e vetvetja, edhe pranon dhe kritikat e tyre që këtë se bëre mirë, këtë e bëre mirë, këtë mund ta kishe bërë dhe më mirë, këtë mund ta bësh dhe më mirë në të ardhmen. Se është proces, them unë. Do të thënë njeriu ku ta ketë fatin e madh, që të ketë shoqe të vërteta, që t'ja thonë gjërat ashtu siç është, edhe ashtu siç mendojnë ato. Pastaj ti në fund fare vendimin vet do ta marrësh edhe do e zgjedhësh vet rrugën tënde. Po kjo është një nga gjërat që e ruaj me kaq shumë fanatizëm këtë pjesën e miqësisë me mikeshat e mia të ngushta, veçanërisht me Evisin, sepse është një moment që ti nuk ja fal dot askujt tjetër, se është një pjesë e jotja. Kjo është pjesa jote pasaj që është super personale. Dhe sigurisht që gjëja më e mirë është kur ato janë pastaj edhe mikeshat familjes, edhe gjërat shkojnë në nivel edhe më tutje, pra hyn edhe dalin nga shtëpitë njëra tjetrës, po mbi të gjitha do thoja që ka një element që flitet shumë për shembull për pjesën që lufta brenda llojit është më e tmerrshmja. Edhe kjo është patjetër që është super e vërtet. Femrat mbështesin njëra tjetrën, se luftojnë njëra tjetrën. Edhe këtë them, që i them edhe si me bie, i them edhe vajzave të shoqeve të mia, që nuk ka gjë më të bekuar se sa një shoqe, që ti heq maskën edhe je vetvetja 100%, edhe ti ndan me të gjëra të çmuara, sepse njeriu ka nevojë që ti ndaj. Janë ca gjëra të tjera që ti ndan me bashkëshortin, janë ca gjëra të tjera që ti ndan me nënën tënde, janë ca gjëra të tjera që ti ndan me motrën, janë ca gjëra të tjera që i ndan me shoqet e tua. Edhe prandaj është kaq fat i madh që ti je i rrethuar me kaq shumë dashuri, me njerëz me të cilët ti konsultohesh. Po kjo pjesa që ne gratë nuk e bëjmë kaq mirë sa burrat, unë mendoj që prap duhet kuruar. Do të thënë kur vjen puna për çështje të burrave, ata e mbajnë shumë fort njëri tjetrin, burra që e mbajnë në mënyrë fantastike njëri tjetrin, edhe kur njëri prej tyre ka bërë një gjë që nuk është e duhura, nuk e lëshojnë. Kurse kjo gjëja nuk ndodh, nuk ka solidaritet shumë të madh mes grave, po mendoj që ja edhe me këtë gjë që tham sot, prapë kemi vënë në një njeri të mendoj, një grua kemi bërë të mendoj që t'japin çik më shumë dashuri shoqes që ka aty ngjitur me veten. Iris, mund ta vazhdoja këtë intervistë pafund. Mund të kisha gjëra për të pyetur për shkollën, për gazetarinë, po dua ta përmbyll me një pyetje se po shoh që ora ka rrjedhur dhe ikën është e çuditshme. Megjithatë kur biseda është e mirë dhe ti e di këtë, ke vetëm dëshirë ta vazhdosh. Kam një pyetje të fundit që po e mendoja tani me mendje, duke të dëgjuar me shumë vëmendje, duke kuptuar rrugtimin tënd, formimin tënd, gjithë të vite sfida, pune, arritjet e tua personale, sot këtu ku je. Kush është njeriu që është më krenar për atë që është bërë Irisi sot? Pa diskutim mendoj që prindrit. Do të thënë patjetër po të ishte gjallë i madh, do ishte super i lumtur që sot jam në parlament. Asnjëherë, do të thënë e kam ditur gjithmonë për shembull që donte gjon të merresha me politikë, po nuk ma ka kërkuar kur, po ti nëpërmjet bisedave arrin ta kuptosh këtë gjë. Ndryshe nga IMM, që nuk ka dashur kur që të merrem me politikë, po prandaj mendoj që ti qëndron jashtë se në atë moment të jetës je dakord me nënën dhe pastaj futesh brenda se në një moment caktuar bësh dakord me babain, po njerëzit mendoj unë që gjithmonë janë super krenar për ty, patjetër që janë prindrit. Edhe nuk mendoj që ka kënaqësi më të madhe për një fëmijë, po edhe për një prind,
me gjithë këtë ndjesinë e të ndjerit krenar, për atë që është bërë fëmia ose për atë që ti reflekton si pjesë e edukatës që ke marrë nga ata prindër. Edhe në familjen tonë, do me thënë, nuk është se jemi rritur gjithmonë me shumë gjëra, se ne kemi qenë 3 fëmijë dhe shoqëri jemi 3 fëmijë. Kështu që prindrit kanë bërë sakrificat e jashtëzakonshme për të na rritur. Kështu që kur ti shikon që fëmia ecën, bëhet profesor në universitet, mbron të drejtat e njerëzve që janë vulnerabël, hyn politikë etj etj, unë mendoj që çdo prind do ishte krenar, për te modestisë. Kështu që për këtë arsye them që gjithë sakrificat që bëjmë prindrit, se prindrit tanë kanë bërë sakrificat jashtëzakonshme për të na rritur ne të tre, jashtëzakonshme, si shumë prej prindërve të Shqipërisë, në fakt se ajo ka qenë edhe periudha, po gjëja që kanë bërë me super mençuri është që nuk na kanë vënë pengesa. Gjithmonë na i kanë hapur rrugët, se ka prindër që bëjnë sakrifica, po të mbajnë aty. Kurse prindrit tanë asnjëherë nuk kanë dashur të na mbajnë aty, kanë dashur që të fluturojmë edhe të bëjmë udhëtimin ton në mënyrën siç e kemi menduar neve, duke na thënë gjithmonë, kujdes, keqen babi, kujdes, keqen mami, patjetër se kjo është pjesë e rolit që kanë prindrit, po pa na penguar asnjëherë dhe vetëm duke na mbështetur. Iris, unë të falenderoj me zemër që ishe me mua sot, të ta mbyll këtë intervistë me ty duke të bërë një sugjerim si shoqja shoqes, duke qenë se ndajmë një shoqe të përbashkët, do të lutesha që ajo bota e ashpër e parlamentit, gjithë ajo burrëria e madhe dhe gjithë gjërat e tjerë mos të heqin feminilitetin dhe atë pjesën tënde të stilit dhe të përditshmërisë që ti e ke shumë të kuruar dhe të formuar me vite, sepse e kuptoj që ambient është shumë i ashpër dhe nuk do doja, se kam përshtypjen që kur gjendesh në ambiente të këtilla papritur, dhe nga presioni shumë i madh dhe nga intimidimi, le ta themi kështu, nga ndonjëherë fillon edhe hyn edhe padashje në një, kështu që ta uroj me Ti eshe sigur, sepse kjo ka qenë një nga gjërat që e ka menduar këto 2 muaj, duke filluar që nga veshja, që nga bizhut, edhe nga gjithë gjërat e tjera. Pastaj the më mirë. Dhe pastaj thash, unë jam kjo që jam, kam moshën e caktuar që jam, njerëzit kanë shkruar edhe për kpucët, edhe për vëthët, edhe për këtë dhe për atë, kështu që e kam kaluar këtë procesin, edhe jam mësuar me këtë gjë. Kështu që nuk do ndryshoj asnjë gjë nga jeta ime, kjo është absolutisht e sigurt. Uroj dhe shpresoj që t'jetë kështu dhe suksese me sfidat e tua në fushën e politikës dhe sigurisht duke mas lënë pasdore studentët e tu që janë padyshim ajo kurora më e bukur që ti ke përgjatë gjithë këtyre viteve. Të falenderoj shumë edhe urime për emisionin që është jashtëzakonisht i bukur, e shoh vazhdimisht edhe në Reelsa, në për faqe sociale, super interesant, kështu që urime edhe ty edhe stafit. Shumë faleminderit Iris. Mirë, ne do të shkojmë një hapësirë publicitare për të përfunduar kështu me pjesën e parë, do të rikthehemi sërish këtu, mos u largoni.